Vjen cikloni i ri, përmirësim i shkurtër i motit, çfarë ndodh pas së dielës. Pas zborës historike që ran ultësirën e Republikës Kosovës, moti ka filluar të përmirësohet sot dhe tani kemi edhe intervale kohore me diell. Temperatura do të shënojnë rritje dhe erat e ftohta kanë pushuar. Gjendja sinoptike do të ndryshojë shumë shpejt në favor të rritjes së temperaturave, por vetëm shkurtimisht, nga që prap do të kemi ndryshim mbrëmjen e së dielës. Si pasojë e afrimit të frontit të ri të ftohtë ajror, i shoqëruar nga një ciklon kalimtar që vjen nga deti të dielën, do të fillojnë të fryjnë era të ngrohta nga jugperëndimi dhe këto era janë parafrontale. Erat e ngrohta së bashku me erëzet diellore do të ndikojnë në rritjen e dukshme të temperaturave. Megjithatë, fronti ftohtë që vjen natën mes së dielës dhe mëngjesin e së hënës do të ndryshojnë drejtimin e erës dhe do të fillojnë të fryjnë prapë era të ftohta nga veriu dhe veri perëndimi. Erat e ftohta nga veriu do të shoqërohen nga vranësira të dendura dhe rreshje të reja shiu do të fillojnë mbrëmjen e vonshme të së dielës, eventualisht mëngjesin e ershëm të së hënës. Kësa era dhe temperatura do të pësojnë ulje, por jo mjaftueshëm për të kushtëzuar rreshje bore. Rreshje bore priten vetëm në viset e larta malore, në viset e tjera priten rreshje shiu, nga njëherë në formë të rebesheve. Në Shqipëri diela sjell një mot me diell dhe vranësira si dhe me erëra nga jugu. Në mbrëmje vonë, nga veriu do të fillojnë rebeshe shiu me vetëtima dhe bubullima, vende intensive, sidomos në viset bregdetare dhe zonat afër. Gjatë natës në shumë pjesë të Shqipërisë priten rebeshe shiu me vetëtima dhe bubullima. Bubullimat priten kryesisht vetëm në zonat bregdetare dhe rajonet jo shumë larg. Rebeshe shiu do të fillojnë edhe në mal të zi mbrëmjen e vonshme të së dielës, ndërsa në Maqedoni rreshje shiu priten mëngjesin e të hënës. Pra pas një përmirësimi të motit që presim të dielën në mbrëmje vonë, apo gjatë natës rreshje të reja shiu pritet të vinë në Shqipëri, Kosovë dhe pastaj edhe në Maqedoninë e Veriut. Erërat relativisht të ftohta nga veriu do të na shoqërojnë 2-3 ditët e para të javës së re dhe her pas here priten rreshje lokale shiu. Shumë më shumë vranësira do të kemi në fillim të javës, ndërsa në mes të javës do të kemi më shumë rreze diellore. Në Shqipëri, sidomos në perëndim, do të ketë diell që nga fillimi i javës së re pas rebesheve të mëngjesit të ershëm të së hënës, raporton Meteo Ballkan.